xhallar, kolegë që janë këtu. E lusë Allahun që Zotit na i përmisoj gjendjen e secilit prej nesh. Mos harrojmë salavatet e selamet e Zotit gjithherë, të lutim që ato të janë mbi Muhamedit a.s. familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekun fenë e tij. Inshallah Zoti na bën pasues të sunetit pejgamberit a.s. Inshallah drejt e kuptojmë sunetin, veprimtarinë, angazhimin dhe gjithë sakrificën e pejgamberit a.s. Dhe ndjekja e tij në kuptimin praktik inshallah shoqërohet edhe me dashuri të zjarrt ndaj tij, ndaj mesazhit me cilin Zoti ka dërguar dhe inshallah Allahu na bën vëllezër që jemi taku për hir të tij, kemi marrë këtu mezhlise, këtu të bime për hir të madhërisë së tij. Dhe inshallah kushdo që prezanton këto takime, inshallah Allahu azza wa jall jep mendin e hajrit dhe jep bereqet në gjithë jetën e tij dhe angazhimin dhe aktivitetet e tij. Sot javë kemi pas një temë që jemi mundu më shkurt, do të mundohna këso herë jo me qenë shumë i gjatë në fjalim. Herën e kalume ishte jeta në rrugën e Zotit është më e vështirë se sa me vdek në rrugën e Zotit. Gjatë gjithë kohës jemi mundu me vërtetu këtë rregull, edhe për teksteve shariatike, po njëkohësisht edhe për realitetit të muslimanëve të cilët din me vdek për Zotin, o s'din me jetu për Zotin. Edhe sfida dhe telashe që sot kanë muslimanët nuk është se ata s'janë të gatshëm me vdek për Zotin, ata janë gjithherë të gatshëm me vdek për Zotin, problemi është se ata nuk din me jetu për Zotin. Por ata luftat i bojnë mirë, po në paqe s'din me jetu. Nashta një fat i tillë na kanë gjallë dhe neve si popull, që nashta në luftë jemi gjinë pak më mirë, e mas lufte s'kemi ditë më gjinë. Kjo është problemi i konceptit tonë ndaj sakrificës për Zotin, sepse sakrificë për Zotin ne kuptojmë veç me vdek, edhe këto e kemi rumullaksu dhe atë punën e shahidllëkut, që shahidë veç kush vdes për Zotin, e kemi harru se shahidllëku ose gjihadi më i madh sot është me jetu për Zotin. Edhe me jetu në ato sfera të jetës, në ato shtesë të jetës që me të vërtetë është vështirë me jetu dhe është sakrificë me jetu. Sot e kena një temë që e ka një peshë, e ka një vlerë që konsideroj shumë me rëndësi dhe shumë ka të bëj me aktualitetin tonë, është çështja e stabilitetit. Stabilitetit në tëna fushat e jetës, në tëna polat e jetës, i na mundu këtë stabilitet me shkput për një kaptine, jo unë, normal, një hoxh, një doktor i fesë, Ihab Barham, është një hoxh i ri, i cili e ka nxjerrë një kuptim shumë madhështor prej ajetit 6, 7 dhe 8 të kapitines Wadduha. Unë jam njëri prej atyre që e kam komentuar disa herë surën Duha, e kam lexuar shumë në Ramazan ku i kujtohet, jemi pasnar kogja shumë do kuptime, po kjo është madhështia e mendjes. Kur nuk më ka shku mendja në këtë kuptimin që e ka nxjerrë ky hoxha prej kapitines Wadduha, këto ditë më ka interesu shumë ky destabiliteti që ka ndodhur në vendin tonë, edhe më ka lidhur shumë me nevojën për me qenë stabil, shteti, shoqënia, familja, individi kështu me radhë. Edhe mendova me juve, sonte bashk, 3 kondita, 3 shtylla të stabilitetit, të nxjerrura, të marrura nga kapitina Wadduha. Po i thojnë një 2-3 fjalë për rëndësinë e stabilitetit, po nalim pak të kapitina, kur ka zbrit, edhe po shkojnë atë kuptimi për cilin ja të sonte, 3 kuptime më rëndësi prej kapitines Wadduha. E para, vllaznit të dashur, stabiliteti, pelam një herë të përgjithshëm se unë e di që keni ndëgjuar shumë stabilitet politik, stabilitet ekonomik, se është sidomos stabiliteti politik është shumë i rëndësishëm edhe është një farë faktori vendimtar në orientimin e një shoqënie, qaq sa është i rëndësishëm edhe stabiliteti ekonomik. Këto i keni një po në pelon e herëve stabilitet, sepse normal në gjuhën e fesë me qenë stabil, përfshin ma shumë se politike dhe se ekonomi. Megjithatë do ta shohim më vonë që edhe stabiliteti politik edhe ekonomik është shumë i rëndësishëm. Në herë po folim kuptimin e përgjithshëm, nevoja e secilit prej nesh, kuptimi individual me qenë stabil, nevoja e familjeve tona me qenë stabile, nevoja e shoqënisë dhe nevoja e shtetit dhe nevoja e krejt botës. Stabiliteti
nuk është nevojë e individit veç, ose e familjes veç, ose një shteti. Sot krejt fuqitë e mëdha në botë e trumbetojnë të paktën çështjen e stabilitetit. Domthonë në gjuhën e shumë njerëzve të mëdhenj të kësaj bote, domthonë mirët për goje çështja e stabilitetit. Si fakt ose si element shumë i rëndësishëm për me vazhdu jeta. Nuk është nevojë veç e dunjallokut, është nevojë edhe shariatike. Domethënë shariati, feja jon e kërkon stabilitet. Një xumë këtu para 2 xumave nëse s'gaboj, e kemi thonë një fakt që jemi nalë ndë shifra, besoj se ja vlen me kthyer një herë këtu, kush e përcjell thirrjen e Hazreti Muhamedit alayhis salam, thirrjen e pejgamberit alayhis salam. Edhe e vren atë kursin e pranimit të fesë, kursi i pranimit që u bën, njerëz që kanë pranuar fen. E vrejmë që pejgamberi alayhis salam mas shumë ju kanë bashkangjit njerëz në fe kur ka pas stabilitet. Edhe politike edhe ekonomike edhe në gjitha sfera. Edhe ju e dini që deri në marrëveshjen e Hudejbijës zhvillohen shumica e lufta. Marrëveshja e Hudejbijës në vitin e 6 mas shprenguljes. Deri në vitin e 6 pejgamberi ku ardhi marrëveshjen e Hudejbijës i ka pas 1400 vjet. Deri atëherë kryesisht karakterizohet jeta me lufta me telashe. Mas marrëveshjes së Hudejbijës e kena mas 2 viteve shlirimin e Mekës. Po thojna marrëveshja e Hudejbijës, apo thon marrëveshje, domthon paqë, stabilitet. Kështu nisa interesant. Për 2 vjet kur vin ose mas 2 vjet shlirohet Mekka, fakt. Mas 2 vjet kur shlirohet Mekka, sa sahabi shlirojnë Mekën? 10.000. Pej 1400 për 2 vjet bëhen 10.000. Shlirimi i Mekës është, domethënë, një vit ose 2 vjet para vdekjes pejgamberit alayhis salam. Në haxhin e Lamtumirës, haxhin e fundit, sa shoku ka pas me veti? 120.000. Kur të këshysh shifrat, numrat, domethënë flasim për një rritje marramendse të shifrave të mëdha. Nëse vreni sot muslimanët në Evropë, për shembull, pse po ka çdo 3-4 muaj, 5-6 muaj ka një vet në incident në Evropë? Sepse stabiliteti ju konvenon shumë muslimanëve në Evropë. Por gjitha as duhet me ra prej asnjë lloj ngacmimi, se të lloj telashe, sepse jo stabiliteti kam i dëmtu mas shumë të komunitetin islam në Evropë. Stabiliteti është shumë i rëndësishëm, edhe në shariatikisht, edhe në kuptimin e dunjallokut, jeta është shumë e rëndësishme me kon stabile, edhe në kuptimin e individual, shtetënor, familjar, stabiliteti është jeta në këtë botë. Për ata Allahu i mandushëm kur ka folë në surën Al-Baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshir as-sabirin. Kemi u sprovu me frikë, me uri, me paksim të frutave, me vdekje. E ka llogarit sprovë, se këtë që të prishin e destabilizojnë jetën. Frika, ku ki frikë, s'ka stabilitet. Domethënë e ka llogarit sprovë, e ka llogarit gjendje jo normale. Domethënë stabiliteti është gjendje normale. Edhe kur të merret ajo në ajna të sprovun kret. Pejgamberi alayhis salam kur ka fol nivel të shtetit, nivel shoqënisë, ka thonë men atakum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtulu. Nëse jeni unik e keni stabilitet, e quhet njëri vjen me oprish stabilitetin, luftone. Mos lejoni me oprish stabilitetin. Normal, nuk vjen vetvetir, nuk vjen rastësisht. Pa rezonu të gjithë, pa rezatu të gjithë në shoqëni tonë stabilitet, s'mund me pas stabilitet kolektiv ose shoqëror. Por ajo që është më rëndësishme është se na duhet me besu të gjithë se cili prej neve si musliman e ka borx me prodhu stabilitet. Ku është? Në mezhles, në shtëpi, familje, në xhami, me kontribu stabilitetit. Që është e çuditshme,
sot është që shumë musliman e llogaritin fetari me qenë destabilizues. Në emën të hakut, në emën fetfave, në emën ku të është po apo hallakon pa interesant kjo, domthon njerëz nuk kanë qef me kontribu stabilitetit, kanë qef me hallakame, stollovis, shameve, ofendimeve, e çuditshme është kjo. E gjoni mes qetë, e gjoni mes rahat, e gjoni kolektiv, po 2 ditë hen aty, ju hini shejtan, nuk di çfarë bëndohet aty më. Veç kur të bosh mas një udhite, ju hini fet një aty. Njerëz të cilët nuk janë destabilizues kudo që ti. Ja vlen me vërtet me pas parasysh, me pas frikë Zotin gjithë. Sa jem faktor stabiliteti aty ku jem. Dikush kur del pi shtëpie, qetësohet shtëpia burr. Dikush kur kthehet shpejt qetëson shtëpinë. Shumë më rëndësishme. Dikush kur hen mbledhje, është faktor stabiliteti. Dikush si të hen në adhezë, në aprishje më vetë. Është shumë më rëndësishme që këtë koncept me pas parasysh. Sepse stabiliteti është jeta. Allahu I mandushëm, normal, na po folëm tash mos të kesh kuptuar, po folëm për stabilitet relativ. S'ka kurgjë absolute. Edhe stabiliteti është çështje relative. Po bile një minimumi stabilitetit me ekzistu. S'po folëm për stabilitet absolut. Allahu I mandushëm qatë shumë e ka vlerësu punën e qenërit stabile I qete, so që kur ka folë për xhenetlit, ka kallëzu që në xhenet ata kanë stabilitet, se me bëva atje mos me pas, s'kish pas kuptim edhe xheneti pa stabilitet. Allah thot, ashabul xhenneti yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Banorët e xhenetit atë ditë do të kenë stabilitetin më të mirë. Do të njihen stabil, qetë. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Për jetë në xhenet. Edhe sa stabilitet mirë, edhe vend mirë do të jetojnë. Në fakt, kur të folsh për xhenetin, kush është sinonim I xhenetit? Qetësia, stabiliteti, rahatia, ekuilibri. Kur të folsh për këtë dynjë, hallakama, telashet, problemet. Domethënë, stabiliteti është në fakt pe bukurive më të mira të xhenetit. Edhe nëse kjo botë në një moment mundet me ngjatë xhenetit, mundet vetëm me stabilitet me ngjatë xhenetit. Por ndryshe, po për stabiliteti, s'munden mu shiju të mirat e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë Hudhaife, sahabi, ka pyetur shumë për shenjat e kiametit. E u shumë interesuar me një rast pejgamberi ka folur për ditën e fundit të kësaj bote. Kur të folim për shenjat e kiametit, e di që e dini ju atë qasën kritike që kam unë për interpretimin e shenjave të kiametit, se unë mendoj që muslimanët sot kanë nevojë me ndru qasjen ndaj shenjave të kiametit. Me bën interpretim të saktë të shenjave të kiametit. Po këto e kena thonë të rthurazi, thojmë në herë tjetër komplet. Se ka një herë ti thu dikujna që kjo dukuribe atë telefonit thot pse me luftu pejgamberi ka thonë kam ndodhur. Do të thonë na do të më tërzu para të këqija. Ka njerë të vjen keq, kur një pa besimtar I merr vesh shenjat e kiametit më mirë se na. Sa jahudia që po thot, ai po thot pedim që kanë me fitu musliman, veç këto një bilina sot mund me shty. Edhe na I çdo çështë me kuptu. Kanë më shpërndat këqijat, kanë me pas destabilizim, po të mujna bili mushim na me kontributin tonë, mos me ndodhën kuën tonë, me ndodhë pak ma. Po na se kem kuptu kështu, na e kem kuptu që shenjat kiametit na veç dërzojmë ato e bojnë lojë, na I shtim dur në xhepa. Çashtu interpretohen. E Hudhaifja normal për pyet pejgamberi po fillon me fol për shenjat kiametit. Po shenjat e kiametit çka janë shenjat e kiametit? Destabilizim është. Shenjat e kiametit është hallakam, domethënë. Çto është poenta? A keni vërejt sa interesant është sot? Ku të ndodh ndaj hallakam në botë, hoxhallarët më një herë lidhen me në shenjat kiametit aty. A keni vërejt për shembull anë Siria, ku të ndodh diçka në far trubullinë veç kur dish Imam Mehdia Dejjalli erdhën aty. Më një herë kombinohet se domethënë çashtu e kem lidhë që na destabilizimin më një herë do të me lidh me shenjat kiametit.
Po i thot pejgamberi alayhis salam Hudhayfa po i thot ja Rasulullah, kur ndodhin këto çfarë bë? Ka më shku. Ka thon pejgamberi talzamul jama'atul muslimina wa imamuhum. Mos u doj xhamatit tani. Kjo çka jap me kuptu? Kjo jap me kuptu rëndësia stabilitetit shoqëror. Sa është më rëndësi me kon shoqënia stabile. Kjo marr vesh një shembull pe ditëve të sotit. Na dikush prej neve sot mundet me kon shumë stabil ekonomikisht. Apo është stabil ekonomikisht. Kur të nin që ka shumë po shprazet veni jon. A nuk ka një destabilizim me ne? A nuk i ndodh atij një farë telashe? Domethënë, sado që ti je ti stabil individualisht, ti si njeri, kur të pash që shoqënia është destabilizuar, ti s'mund me kujt. Ti s'mund me kujt. Tash roli ju në çka është? Roli ju është mos meratash na automatikisht mu barazu me ata që janë të dalë, po thjesht me kontribu që me stabilizu, se problemi është ka njerëz stabil që prodhojnë stabilitet. Po ka njerëz që janë stabil, po s'prodhon stabilitet. Ai është stabil për vete, po ai nuk të shërben ty në stabilitet. Ai është rahat vet. Po nuk e fol gjys fjalë, a më dal, deli më, deli e keni ka dhënë. Ndërsa ka njerëz që është stabil, po thjesht bën përpjekje me shpërnda stabilitetin e tij. Çka është e rëndësishme se duhet me mendu kuptimin veç individual. Sepse po destabilizu shoqënia. Nuk mund me kujt ti, sa do që ti stabil ti. Nëse njerëz kanë probleme të mëdha ekonomike, sa dush ti je i fortë ekonomikisht, s'ke me kujt. To duhet me besu, sepse Hudhayfa si ka thonë pejgamberi, kur ndodhen shenjat kiametit, ka thonë ku me ik, ka thonë jo me ik, po me ju bashku masa, me kërkue stabilitetin në shoqëni. I tham veç disa fjalë rëndësia stabilitetin, kuptimin shariatik edhe në kuptimin e dunjallokut, jetës. Edhe nuk guxojna mi ndok të dyja. Edhe krejt feja jo në tërsinë e saj për mos zbatu në formë permanente, për mos zbatu në formë plot, do të kërkon stabilitet, për që ta ka dispozita në sharia, që cilat janë dispozitat përkohshme për raste destabilizimi. U hallakat puna tash i kena fetfat. Po këtu fetfaja veç dhe i trahatohet, kur trahatohet tani punojnë na. Na ças kena shumë probleme me destabilizim që na hala shariatin ose fen, s'kena mujt me zbatu tërësisht se kena shumë destabilizim në madh dhe këtë jem të punu me fetfa, me përgjigje ad hoc për raste të caktuara. Po dojnë atash që kjo është rëndësia e stabilitetit, edhe po dojnë më kthy normal me nxjerr prej Kur'anit, po dojnë më shku te surja Wadduha, kaptina 93 në radhëtit të Kur'anit. I ka gjithsej 11 ajete, është kaptin me kase. Ka zbrit një moment tepër delikat. Një moment i cili kon kulmi i destabilizimit të brendshëm të Muhamedit alayhis salam. 6 muaj nuk i ka ardhur me laçe. 6 muaj ju ka shkput shpallja. Kjo është maksimumi i opinionit ulemave. Qatë shumë u mërzit, nuk ju ka zin veni, u dalu shëtit, u shkuta ajo shpela ku ka fol Gjibrili, mos rastisht po takohet me Hazreti Gjibrili. Atë shumë u bo publike dhe u bo kjo u dramatizu, sa që krejt Mekë ka marrë vesh që s'po i vjen Gjibrili. Kjo ka thellu krizën, se kur u dal pejgamberi në rrugë tani, se cili dytë që ka takuar ka thonë as po të vjen ai shejtani që veke më herë ata, o shola për idhujtar. Kjo normali është tajke lëndimin pejgamberit. Për 6 muaj radhazi, mundi me imagjinu çfarë krize ka përjetuar të brendshme Muhamedi alayhis salam. Çfarë destabilizime të brendshëm ka jetuar pejgamberi alayhis salam. Mas 6 muajve vjen kaptina. Keni me lexuar një herë arsyeja pse u nal 6 muaj dit. Zoti e din mas miri pse ka ndërprer, ka një arsye se në atë shtratin, në atë venin ku ka jetuar pejgamberi u cuf një mac, edhe Gjibrili nuk i ka shfaq. Për çfarë arsye? Kjo është veç si arsyetim, për ndryshe s'ka qenë vullneti i Zotit me ardh Gjibrili se ka mujt me ardh dhe jashtë, ka mujt me shfaq jashtë shtëpie, nëse u kon veç arsyeja e macës, edhe ai objekti dhe me pas ka pas një coftin, ka mujt me shfaq Gjibrili jashtë shtëpie. Po me gjatë përmenet si arsye pse si ka ardhur Gjibrili në shtëpinë e tij.
Vjen kaptina o duha, ja qel ftyrën pejgamberit, ja hap gjoksin pejgamberit. Kaptina o duha është kaptina që e ledhaton pejgamberin. A keni pa që shitë u dridh, edhe vjen dikush ta qet një palt, nxehtë, e të vakt, edhe të ngrohtë, qetëson. Për çdo kaptina o duha është kaptin emocionale. Edhe veç pak duhet me meditu për me të rridh lot. Për me pa sa shumë e ka dash Zoti Muhammedin edhe sa shumë e ka përgdhen Hazreti Muhammedin alayhis salam. Edhe o duha dhe elem nesh, rahle, kësak me herë kaptina, në vazhdim. Normal, na nuk e kena son të temën për kaptinën tërsi, sepse kjo është në herë tjetër, që dhe përdojna me shku direkt ajeti 6, 7 dhe 8. Ka një transmitim, thuhet se pejgamberi një herë ju ka lutë Zotit, manushëm, i ka lutë pejgamberi do mrekulli që i kam pos pejgambert ma herët. Ju e dini mrekullinë e Sulejmanit, mrekullinë e Hazreti Isës. Janë kanë mrekulli kështu kulmore. Imagjinoni Hazreti Isa i ka shëruar smurit e ka ngjall vdekunit me lejen e Zotit. Edhe kur i ka lyp çfarë rangut mrekullive, i ka fol Zotin tani edhe pjesë e kësaj kaptine sukon edhe pjesë e përgjithshme sukon edhe kaptina. S'ka harru Zoti, e dini kuptimin. Pasha paraditën, pasha natën, kur s'ka harru Zoti, s'jek Zoti dorë për teje, ka me të dhonë Zoti, deri në ajetin e 6, në ajetin e 6 të kështu. A nuk gjeti ty jetim, e të bëri për krahje, a nuk gjeti jetim, e të dha për krahje, gjithësysh. Ajeti 7, thët, a nuk gjeti të pa uzuar, e ajtë uzëj, 2, ose 7 në radhë, 8, a nuk të gjeti të varfër, e ajtë pasuraj, e të begatoj, 3. Në qëto 3 ajete, qaj hoxha, doktori Ihab, e kanë nxjerrë 3 kushtet stabilitetit një njeriu bashkëkohor. A dini pse me vene kanë nxjerrë kuptimin edhe mendoj që u kon kuptim shumë i thellë. Pse? Shtrohet pyetja. Sepse imagjinoni tash na kur lexojna për Hazreti Muhammedin e dim kush ka qenë. S'ka diskutim. E dim stabilitetin, jetën e qetë që ka bon. Zoti Madhnushëm, kur po i fol Muhammedit alayhis salam, pia përmend 3 të mira. Të kum gjet jetim, të kum ofru për krahje. Të kum gjet pa uzuar, të kum udhzu, të kum gjet varfër, të kum pasunu. 3 të mira pia përmend. Dakord? Edhe ky hoxha i ka përkthy çto 3 kuptime në nivelin bashkëkohor. Ai ka thonë kështu. Kur i ka thonë Allahu Hazreti Muhammedit të kum gjet jetim, e të kum dhon për krahje, kuptimi është të kum dhon stabilitet social. Statusi jut social ka qenë i qetë. Ti ke jetu me shok, me mizhallar, me statusi social shoqnor, ti ke jetu në një mes qetë. Ty të kanë dash njerëz, të kanë përkrah njerëz, të kanë përgdhel njerëz. Ky hoxha ka thonë, kusht për me qenë njëri stabil, do të me jetu një mes social që i prodhon stabilitet. Do të me jetu i qetë familje, do të me jetu i qetë me prend, do të me jetu i qetë me gruët e ti, me fëmijën e ti, me vllaun e ti, me kushërinin, me kojshin e ti, me shokët e ti. Dhe më thonë, kështu një stabiliteti social. Mi pas miliardat e botës, nëse ki problem me gru, ki problem me fëmijë, ki problem me shok, ki problem me shoqni, nëse një ditë shoqnia ta kthen shpinën, edhe ti del qytet, edhe njëri gjallë të foli, kjo është destabilizim social, ti nuk njihesh mirë, s'ka shans më një mirë. A dini çfarë do të thonë stabilitet social? A dini pse livdohen njerëz? A keni menduar në herë pse livdohen? Pse livdohet dikush? A dini pse livdohen? Se kur të livdohem, kena dëshirë statusi jonë të ai që po livdojna me kon, ai me pas respekt për ne. A dini pse livdohen njerëz? Ose don me të nënçmu, ose don me ngrit veten që na mu detyru me respektu. Për shembull, kur çelet tema për luftë, ai thot kom bo këto, na tani me këshir pak ma, me një sy ndryshe. Kur çelet puna për humanitet, ai thot kom bo këto, ti më që mashallah. Normal, nuk e di ditë që ka i hub kret, po
Tash, a ka fiton poena, a s'ka fiton specialin, s'po më intereson atë, mu po më intereson pse ku shtrohet nevoja mu lavdru njerëz, pse duhet mu lavdru? Sepse secili njeri në instiktin e tij e nin nevojën mu ni respektuar dhe mu ni i vlerësuar shoqni. Edhe grus vet njeri lavdohet kanë herë, pse ka që me imponu grus me respektu. Është një ta djem që janë studenta e mësojnë në për shkencat shoqërore, piramida e Maslows. A keni mësu? Piramida, ai ka diskutuar nevojat njerëzore, është e kanë kritikuar, ka dhe replika për këtë piramide, po ne pja lezoj qysh i ka pa ai piramidat. E para dhe më e rëndësishme. Nevojat fiziologjike. Poshtë. Uje, boke, fryme, ajre, marrëdhëniet intime deri në fund. E dyta është siguria. Shtylla e dytë e jetës. E treta, statusi shoqnor. Ti qysh jeton shoqni. Ku të shkojsh të shtëpia ti qysh e ki raportet. Ku desh ti në qytet, qysh të folin njerëz. Ku shtesh ti në xhami, qysh të këshyrin njerëz. Ku shkojsh shkollë, qysh të respektojnë njerëz. Ku shkojsh punë, qysh të prisin kolekt. Kjo është niveli i tretë i nevojave të njerëzit. Normal ky filozofi me statusin shoqëror ka përcaktuar tre faktorë. Niveli emocional i njerëzit, familjar edhe i shokëve. Qëra veç po du më nalt pak që të pikë se me të vërtet më rëndësi është na me jetu stabil mes, së është faktori stabilitetit. Pejgamberi alayhis salam ka shkuar një ditë me vizitu bijën e tij. Edhe ka qetë bijën e tij të ja la kryt burrit saj, Hazreti Uthmanit. Gruaja ja lan kryt burrit. A dini çka ka thonë? Sallallahu alaihi wasallam. Qënë njeriu, ndoshta me ditë, njeriu që i ka dhuru mas shumë të shoqnisë emocione është pejgamberi alayhis salam. Nuk o koni vrasht, nuk o koni eger, nuk o koni ftaft. Sukon, mos keni, se tash i pasus të sunetit, tash janë teger, janë that, janë ftaft, në kohën tonë, u konë ndryshe. Njëherë në kohën e pejgamberit, kur ai që ka pasu pejgamberin, ka pas emocionit, dashni, ngrohtësia, e keni parasysh. E ka qenë bijën e tij pjalon kryt burrit vet. Tash po don mi dhru dy emocione, apo kupton? Edhe po I thot bija jam, laja kryt burrit tan, se nuk ka njeri që më përgjan më shumë se burri jot. Ky një rasti tjetër. Kanë dëgju pejgamberi që Ikremja është biri e Abu Jehlit. Abu Jehli është armiku më I madh I Allahut dhe I pejgamberit. Djali I tij ka pranuar fen. Kanë dëgju pejgamberi që po vjen, u bë musliman dhe po vjen me thon shahadetin. A mundi me mendu që ju ka thon shokët vet? Ka thon po vjen Ikremja. Mos ja shani babën. Se me I shat vdek nuk vonaj. Se me I shat vdekut lëndohet në gjallë e degni nuk shko shamja. Ti ky shku, e ligjmëla, pos degni nuk shko të shamja veç I lëndoni të gjallën. A nuk është që kjo që pejgamberi pjarun emocionet e Ikremes? Mos ja shani babën, po vjen me mos e lëndoni emocionalisht është fjala. Mos ja shani babën, e dim na edhe ai e din edhe na tonë dim kush o baba I din ala. Është apo thon, pse u dek njëri me më shon nuk e shkojnë lëndohet ky se ka pas babë. Tash I dikush mund më thot mua e ka pas babë po kon çfarë thon. Sa më rëndësi ke punë. Sa më rëndësi për ty, po pejgamberi s'po do me lëndu emocionalisht. A pe kuptoni? Sa a se meriton Abu Jehli me shoh? Gjithçysh. A nuk e ka luftu pejgamberin gjithçysh? Pse po thot pejgamberi mos e shani babën e tina? A se meriton ai? E meriton. Është shumë interesuar mos me lëndu Ikremen. Mos me lëndu emocionet e Ikremes. Kjo është njeriu I cili rritet në një mes edhe është emocionalisht I shnosh. I prodhon shoqnisë emocione. Apo kuptoni? Shumë interesant çka po ndodh sot, a? Një njeri e bën e myt një njeri, nuk po më intereson a ka drejt as ka drejt. S'hiç po më intereson. Nuk kemi interesuar me dita ka drejt as ka drejt, se s'jam I thirrën për atë punë. Pse do të më marr me fotografu e më rqit këtë botën? Po më të mos ja do prej deri te kryshket,
kap videon, pse, a dini pse? Është interesuar mja lëndu emocionet këtë alem dyjes. Që kush të shë, mur qef, mu tranu, mu shashtris. Qa e interesuar? Të që, s'po më interesën mua a ka drejt, a s'ka drejt, nështë ka pas drejt, nëse ka pas drejt, pse du të me fotografu? Pse të minë qizu? Unë lëndohën, si të shë që si akti unë lëndohën. Mos e lëndohën, lem radhë në burë. A pe kuptoni që është më rëndësi statusi shoqëror, niveli i emocioneve, kujdes ndaj emocioneve. E ka rujtë shumë pejgamberi alayhis salatu wassalam. E para ashike. Mos të hinë ata që qindra tregime, qindra hadithe, qysh i ka rujtë pejgamberi emocionalisht njerëz. Fatimi ardhi ka liu pshërtor, s'ka mujt me dhon, çka ka bo? Çka ka bo? Na kësham u shkuj ka hi në shtrat, shkne ka pas dondren, shkne ka pas bijen, edhe Fatimi thot i kom vrejt ftofsinë e kombët pejgamberit alayhis salam. S'ka pas me dhon rap, po ka pas me dhon emocione. Apo mëni me marrë vesh sa është më rëndësi me kriju, domthon qetësi, stabilitet i mbrana familjes. Tash kur të lexoni duhani u shalut, ka gjetje tim dhe dha për kraje, qysh pe kuptoni? Dha status social, dha ngrotësi sociale, i bani krejt me migjallare, me krejt me nga masteje. I bani ata në katon atë krejt i madhe vogël me të respektu. E bani atë halimin atë me dhon gjije me mu tranu masteje. Krejt njerëz ti krijoj që ata me dhon ty emocione dhe ti mu zhvillu normal me emocione. Apo shumë është më rëndësi që kjo pikë. Shumë më rëndësi fëmin na me i rritë që sësoj. Njeri u që rritet pa emocione, mund të ma vunë me koni jegë. Mund të ma vunë. Kush e lexon historinë e havarejshve, që kanë havarejsht janë ata të shtirë dhe që janë fongësin. Ata të shtirë se ajetet në Koran që janë kom për ju musliman, i kanë qitë mi musliman. E i kanë mytë shok të Muhamedit në amend dhe vëtë shmeri se ta vëllo. E kër i kanë marrë me studiu kajanarë që ta njerëz, pse ata janë konë qështu? A dini kajanarë? Këjdo zona të thella, teger, të pa socializum, pa shëshnum. Ata janë shumë të gatshëm për me pranu ideje sa ma dënshme, sa ma tegra, sa ma terroriste, sa ma radikale. I gatun është taj për që se i dish. A keni vrejt ka njerës që ndodhë me neve. I thut njerit, për shembull, është një çështje s'pëdina, a është halal a haram. S'ka argumente halal a haram. Në momentin e parë, kur një çështje nuk ka argument që është haram, me automatizëm është halal. Ta këna spjegu 100 herë. Nëse një sen nuk ka argument që është haram, me automatizëm është halal. Se për halal s'ka nevojë argument, për haram duhet, apo jo? Qysh jena të prim na me i marë senet? Një triut se të thue halal dhe haram. Cilën e merë ma përpara? Haramin e merë ma përpara. Takvo, ma mira. Po s'ka argument e por, si di, po m'pilqen ma shumë kjo gja në këputi me haram, ma i mirë është. Mos harani, kjo është një pjesë e devotshmërisë, është një pjesë krizës. I kom lexu këto ditë kjo puna e protesta, okay? I kom lexu krejt fetfat për protesta. Nuk ka asnjë argument shariatik të fortë, të drejt për drejt, që thotë se protestat paqësore janë haram. Po folën për protesta paqësore, ti jena decidim. Po kur ti thush ti njerit, mbi çfarë baze pe bën haram? Kjo është e blene, është e prodhon një pa dhunë, po, si të prodhon dhunë është tjetër meselë, po folum në sëradat normale të pasës. A është haram? Së është haram. Pse do të me qitë liber protesta, pse do të me qitë liber, pse do të me bo egzagjeru një sen që s'ka argument? Mbetet çështje e lire jetës, e drejt kushtetuese, njerëzve me demonstru për një drejt që ju ka shkel, shumë e leqme, asë një argument s'ka shëret e këtë dalem. Edhe që ditë është një djallë më tha, na pedim që protestat një haram, tash jo s'pedi. A din që dimek s'është e diskutueshme kje punë. Jo është e diskutueshme, unë nuk besoj që janë haram. Se s'ka asë një njeri, këti ku më lezu fetvat, s'ka asë një argument të fuqishëm. Dhuna është i tërmavet. Pse na duhet ka njëherë,
do më thonë fetfat që nuk kanë argument, po vetë pse janë ma tegra me i përqafu. Nuk është kjo është krizë ideore që do ta shohim në vazhdim. Po kthehemi edhe një herë mos më dalë shumë prej teme. Niveli social, statusi shoqëror i një njeri është shumë rëndësi për mu ngrit ai mbi bazën e një njeri stabil. Hazreti Muhamedit po i thot Zoti, shuni sami, nuk kalon Zoti jo, se atë ditë që jemi të jetim të ka ofru për kraje. Edhe të ka bo vend status të mirë në shoqëni. Ky hoxha po thot, çdo njeri sot për me kon stabil, kondit e stabilitet është statusi ti në shoqëni. Qysh të sheh shoqënia ty. E dyta. Wa wajadaka dallan fahada, të ka gjetë të pa udhëzuar e të ka udhëzuar. Çka për qëllim të ka gjetë të pa udhëzuar? Ka shumë komente, po s'po du me ishëm të tefsir. Kuptimi më i saktë është të ka gjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo se u koni devijuar në kuptimin vertikal. Jo se ka bu punë të devijuar, as ka rajt, as ka, po në kuptimin e epërm u kon i paudhëzuar. Kështu kuptama në drejt këto. Llogaritën e pejgamberit këtu, çikne janë të këqijat, çikne janë të mirat. Ai janë mes. Ai nuk kanë të këqijat. Ai nuk është të këqijat. Po megjithatë, a din ai çka është shpallja, çka është Zoti, çka është Kurani, ai din? Nuk i din. Domethënë, është i paudhëzuar jo në kuptimin poshtë, në kuptimin lart. Ai nuk i din shpalljen, nuk i din Kurani, nuk i din. Zoti po i thotë, të kom gjet të paudhëzuar, i bjen të paudhëzuar në kuptimin e përsisë, jo në kuptimin e se dalën i bjen i devijuar kështu kuptimi. Po jo i devijuar në kuptimin poshtë, në kuptimin lart, që ti hala nuk e din çfarë është shpallja, çka është Zoti i jot. Ti nuk je në devijim. Ti nuk pin alkool, nuk i bën asnjë të lidh, dakord? Krejt. Megjithatë, a din kush është Zoti? Jo. Atëherë Zoti të ka gjetë të paudhëzuar e të ka udhëzuar. Ky hoxha jon që e kena në fjalën, a dini çfarë po thot? Po thot, ky është stabiliteti ideor. Njeri në kuptimin ideologjik stabil. E din sakt kush është Zoti. E din sakt filozofinë e jetës. E din sakt filozofinë e planetit. E din sakt filozofinë e sprovës. E din sakt filozofinë e vdekjes. E din sakt çka ka mas vdekjes. Kjo është ide me as niveli ideor. Tash këtu mundi me imagjinu njerëz që janë ateista, njerëz që dyshojnë, para më dani çfarë destabilizimi kanë në shpirt. Shumë më rëndësi me konë një ide stabil. Ju kësha këshillu, unë e di që për fuli muslimanë, këtu s'po fuli, po ju kësha këshillu, kur të ndërtoni opinione, ide, mos u gotni. Se na po kena të lashën ide, a keni po, kur po fetarizohem. Një avdit e marrëm një opinion, mas një avdit e ndrojna. Mas një avdit e ndrojmë. A dini pse i ndrojmë? Pse i na gut në fillim? Pse mu gut një ide? As ka thonë Zoti vajjalnakum ummatan, as ju kemi bo popull mesatar, mos u gut. O shfaq një dukuri, po studion alprit. Ja s'ban, pse s'ban? Nështë ta bën? Pse duhet mu ngut me kriju opinion? Pse duhet mu ngut me kriju pikpamje? Pikpamjet tona, idetë tona, duhet mu ngrit gradualisht. Ty studiu, ty analizu gjonat. Pse duhet mu ngut? Kjo është kriza ideore që ka ummeti sot. Para ditët thotë çështu mas dite e ndron opinionin. A keni pa sa interesant është çfarë po ndodh në shoqërinë tonë? Një njeri do një hoxh shumë, e ngon çat hoxhën shumë. Kur ti vjen ky dy ditë që thotë subhanallahu kanë ngon ti vallahi filan hoxhën. Stok i devijuar. Unë jam kon vetë si tipi. A dini që do më thonë, kër e dësh një hoqë, e vjen dikush të taj hoqë ojtë devijun, a dini çfarë krizet prodhon ty? Se ta shtetë, mos ojtë devijun edhe në bashkë me tonë gjenem. Ose, pyetjet që banë, çka menon për filanin, çka menon për filan grupin, a i veç i gazhë në gjenem. Pse duhet me bo pyetjen, filan grupi ku ka venin? Unë nuk jam zotni, unë nuk e ruj gjenemin në botë. Pse duhet me thonë sot shekën e filani e ka akiden e ndytë. Filani e ka akiden e devijume. Ko din ti e burgo që ka akiden e devijume? Qa din ti për to? Të marrë është. Pse pëndodhë kjo? Kjo pëndodhë për me kriju hutin ideologjin e njerëzve, me kriju telashin ideologjin e njerëzve, me kriju destabilizim në mendimin.
Që ky hoxha që thot për atë hoxhën, që ky hoxha që thot për atë hoxhën. Kjo është krejt me kriju destabilizim ideor. 20 vjet e ke nguni hoxh. Ke besu një ide të tij, vjen njëri thot ndale, kjo ndalalet. Unë nuk kem me lashën, me thonë që kjo mund me go gabim. Se kam të lashën. Me thonë është i devijun, është në xhenem. Unë kam problem me këtë terminologji, me thonë se ka qëllu, ki kujdes, ka gabu, ke dakord këto janë. Po pse ka radikal në aspekt, a din që po i bën ti një njeri që e ka ndëgjuar, ka pasu një njeri? Pse me kriju këtë farë destabilizimi ideor? Nuk i qit një ideologji. Vazni, Allahi po i thot pejgamberit, të kum jep, të kum udhëzu, edhe ti je qet, i rahat, ti beson sakt, ti shesenet sakt, ti beson Zotin sakt, po kërë ma bete. Sa nevoj kem nësat me qenë qetë një ideologi. A dini pse për trajtoj qëto? Se unë e shoh çdo ditë djemtri, që u hinë që destabilizimin ideor, edhe tash i shkën bova ki 1 vjet, këtina të pyt, filani ashtë këne, qa bo me këtë tjetër në këne, edhe hinë tash në të botën të shamin e djetarëve, ku ka gabu kë, tash e hinë që të botën, a dini që i prodhan këtë destabilizim ideor i prodhan, a i nuk e i qetë. As njës që ka ndasht ati këtu. A i ka dasht, a i duhet me besu Allah në pejgamberin, edhe me lezu Koranin, Sunetin, edhe me jetë tajen, hoxhullar, këtë, tanë e kanë mirë, tanë e në ehli sunne wal jamaa, me do gabime që mune mi pasë, asë një të lashë që. Se me terrorizu, ndalalet, ruju, ruju mu se nga këto se devijoj, ka dalë pun, ka dalë, unë jemi vetë, nuk se mbuda, nuk jemi trendune, lem të nga në që ka avden. Pse me përdor kjo gjuhë terrori, gjuhë dhunës o kjo? Ik një kësoj gjuhë, së m'pilqen me ngu, dakar, spajtoj me dëmendime, dakar, asë një të lashë s'ka. Pse djetarët e umetit sot, që ka jenë emrat e njëfshëm, jenë krejt djetarët e ehli sunetit, tanë jenë hak, me dhejbet jenë hak, a kena thonë që nërë, tanë me dhejbet jenë hak. Shumica absolute ulemave të umetit, që ka i njohëm na, tanë jenë hak, tanë jenë ehli sunet, me na i vrejtje, po me na i vrejtje, s'ka problem. Po nuk ka nevoj me ngrit këtë farë dyshimi ideologjik, sepse prodhon destabilitet. E treta, edhe fulit është, wajadaka ailan fa aghnat, ka gjetë varfën e të ka pasuru stabiliteti ekonomik. 3 kushte i ka një njeri me ka stabil. Stabil shoqni, stabil në ideologji, edhe stabil pasuni. Kush i ka qëto 3, mund me llogarit që është njeri stabil. Qaj shoqni që i ka qëto 3 është shoqni stabile. Qaj shtet që i ka qëto 3 është stabile. Kështu një vllazni. Na sot e studiojna perëndimin, po besoj që çdo ditë nina. Perëndimi ka stabilitet ekonomik, po s'ka stabilitet ideologjik. Njerëz çdo ditë e mbusin veten. A dini pse? S'kan stabilitet ideologjik. Është fakt kjo, se rrethonat e tregojnë një gjë të tillë. Lindja e nej ka stabilitet ideologjik, s'ka stabilitet ekonomik, duhet më çu me ik. Pe i venit shaj, duhet më çu me ik perëndim. S'ka ai qet, ai besimi i tij është shumë, këtë i qet në besime, këtë në ideologji, këtë dakord. Problemi ku është? Problemi është se s'ka. Për ata nuk është rastësisht. Pse ja ka rrumbullaksu Zoti pejgamberit të 3? Se çto 3 kanë formu Muhamedit alayhis salam. Apo kuptoni? Çka njëri formun kur i ka 3 stabilitetet. Statusi social, statusi ideologjik, stabiliteti në ide edhe stabiliteti i pasurisë ose ekonomik. Kanë thonë ulemoja, çka i vjen kjo stabiliteti ekonomik? Stabiliteti ekonomik është se pejgamberi alayhis salam ka qenë i varfën kur i ka ndek prente, i ka dek agja, i ka dek tafët. Ja ka shu Zoti Hazreti Atiqen. Një zoje Mekës së cila e që soj dite që u martu me Atiqen mos ka pas krizë. S'ka pas krizë ma. Atiqe e va. Për që ta mundi me imaginu. Atiqe u dek heret, kur njët vetë se ka arru humanitetin e Atiqes. Kur njëtën e ti nuk i ka arë problem me përmen Atiqen edhe për Aishës, e cila përmendje e ka lëndu vazhdimisht Aishën.
kur Aishës nuk e arë men kur përmen Hatiqja. Se Hazreti Aishja ka pas qenë me kanë gruaja me dashnë e pejgamberit alayhis salam. Megjithatë, këhesh nuk I ka pengu pejgamberit me thonë Aishës, kanë që do cilin grua don më shumë e thon Hatiqen. Po ajo kone vjetër, ma herët o kone martune që unë e re. Asë më interesant kjo eq, asë nësë më interesant. Hatiqja është e para e cila më ka përkra kur më kanë mohu njerëz, më ka mbështet kur më kanë lënë njerëz, e ka cek decisivisht. Kur e ka shliru Mekën, janë njerëz i kanë thonë, apo rrim të unë shtëpi, apo rrim të unë shtëpi, ka thonë jo, shko po ma një vend që aty ku është e varroz në Hatiqja. Po du me kalu afër Hazreti Hatiqës radhiyallahu anha. Si ja ka arru asnjëherë aspektin e ndimet që ja ka dhonë. Ma vonë u bo pejgamberi në shlirimet, ma vonë është me dekret Kuranit, është që një pesta e plaskës kam I shku pejgamberi, do të mu zjedh status ekonomiki pejgamberit alayhis salam. Aja ka dhonë, dakar, na dim që ai s'ka lënë asnjë gjë për veti. Megjithatë, na zguxojna me thonë gjithë u koni varfër në pejgamberi alayhis salam. Se Allah I pëthet të kom gjithë varfër të kom pasunu. Ekziston një koment shumë interesant të kom gjithë varfër të kom pasunu. Ka thonë ulemoja, kum gjithë varfëve të kum pasnu I ka dy kuptime, kuptimin moral dhe kuptimin fizik. Kuptimin fizik, do më thonë, s'ke pas të kum dhonë. A kuptimin moral, të kum bo të pasun në shpirtnisht për më knash me qëto që të kum dhonë. Do më thonë, ti, qëto që ke pas me njerë, e kjo është një pasuni që në ta kum bjellë në zemër. Krahas asaj që të kum dhonë fizikisht, materialist, të kum dhonë edhe shpirtnisht, edhe ti ke arrit një farë pajtushmërie, një farë knatësie me ato që Zoti ta ka dhonë. Në fundit krejt, që I duhet shoqënisë tonë sot? I duhen 3 stabilitete. Social, shoqënor, stabiliteti ideologjik, njerë du të me besu sakt, edhe treta, stabiliteti ekonomik. Pa e arrit të trija, dijeni që nuk kena stabilitet qëndrush. Nuk kena stabilitet të plot. Edhe pa e eduku njerëz, mbi qëto bazën e këtyne trija, kena njerëz jo të formon në kuptimin e plot. Allah ju shpërbleft, na e bëni halal.